Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se komuniteti ndërkombëtar si asnjëherë më parë po mbështet shqetësimet e opozitës në lidhje me zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Për të mbështetur këtë argument, Berisha shfrytëzoi mbledhjen e një dite më parë në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, ku zhvillua një seancë dëgjimore për situatën në Shqipëri në prag të betejës elektorale të 11 majit, duke vënë në dukje se një mbledhje e ngjashme është zhvilluar vetëm pas përdorimit të dushkut në zgjedhjet e vitit 2002. Europa është e vendosur që Shqipëria të bëjë zgjedhje të lira. Europa është e vendosur të jap atë që meriton të gjithë atyre që kërkojnë t'i privojnë shqiptarët nga e drejta e votës lirë dhe tentojnë të kontrollojnë atyre vullnetin. Sipas Berishës, mbledhja një ditë më parë në Parlamentin Evropian tregon mbështetjen që opozita ka sot në Bruksel. Dje pasaporta europiane e Edi Rams u gris. Mashtrimi i tij me pasaportën europiane mori fund. Maskat ranë. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha preferoi të mos zbulojë detaje nga hapja e fushatës elektorale nesër në sheshin Nën Tereza. Problemi është se çifti dashurohet muaj apo vite, po e ka një ditë që ndryshon dhe paraqitet krejt tjerë dhe të gjithë, pavarësisht se i kanë pa qindra mijëra herë, vrapojnë të shohin atë ditë si çift, me kostumin e nusrisë. Ndaj dhe të gjitha surprizat janë nesër. Nesër në orën 19, Alianca për Shqipërinë madhështore do të hapë fushatën elektorale. Mesazhin kryesor do ta jap kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe Kris Lasivita, strategu i fushatës së presidentit Trump në vitin 2024, i cili është strategu i betejës së Partisë Demokratike për t'u rikthyer në pushtet pas 12 viteve opozit.